أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet I takojnë Allahut, Zotit gjithësisë. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ju të dashur besimtarë dhe besimtare, Allahu ju mëshiroft dhe ju bekoft gjithë. E falenderojmë Allahun që na zgjodhi mbi miliarda njerëz. Dhe falenderojmë Allahun xhelel xhelalu që na zgjodhi edhe në këtë zonë ku jemi ne, prej rreth 30.000, 40.000, 50.000 banor, edhe ju dalloj sot me faljen e xhumas. Ju ka dallu dhe me faljen e namazeve, me faljen e bajrameve. Po ju ka dallu dhe me veprat mira. Dhe për këtë ta falenderojmë Allahun xhelel xhelaluhu, pse shumë njerëz janë jashtë këtij momenti, jashtë kësaj xhamie, jashtë mëshirës dhe rahmetit Zotit xhelel xhelaluhu. Edhe ne nuk lavdërohemi, po themi faleminderit o Zot, që na dallova mbi njerëz të tjerë, duke na dhënë imanin, besimin, edhe duke na bërë pjesë të kësaj dite xhumaje, që është ditë e mëshirës, ditë e rahmetit, ditë e begatisë. Por ditë e faljes madhe, Allahu xhelel xhelalu na ka premtuar falje dhe mëshirë. Wa aleikum selam. Nga xhumaja në xhuma. Njerëzit flenë gjumë për arsye se shejtani ka vënë gjumë. Mos e vritni mendën. S'ka asnjë problem. Edhe ata që shkojnë atje kot shkojnë. Pa Zot jetuam kaq vite. Asnjë s'ka ardhur më u kthy me na tregu për ne. E në gjumë. Fle gjumë robi. S'ka nevojë. Po për Allahun që na ka dhënë shpirtrat, nuk është kështu. Është krejt ndryshe. Ai që ka kaluar për kësaj jete nuk ka shku në punë, edhe më u kthehet në darkët. Po ka shku në banesë të varrit, që nuk kthehet më këtu. Vetëm qofse e nxjerrin me pa, për shembull, Zot na ruaj, e ka mët kush, e ka vra kush, si e kanë vra, kush e ka vra. Ama që ta nxjerrin, që t'i bëj lazëm dikujt të ndonjë, ama nuk e nxjerrin. Edhe I dërgumi Zotit jo. Këta presin hala, me ata teoritë e shejtanit, s'ka ardhur njeriu me na tregune. Vallahi nëse do të dilte njeriu me ju tregu njerëzve se çfarë ka në banesë të varrit, ju betohem në Allahun, në i rob nuk ngel gjallë. Krejt do kishim vdes. Me ngjune se çajnalla ti mas I largohemi ne nga banesa e varrit, nga varrimi, me ngju vdesim. Krijesat tjera e ngjojnë, vetëm ne jo. Wa aleikum salam. Edhe elhamdulillah themi, që Allahu xhelel xhelalu ka izoluar për ne. Hajde, për s'ka ardhur kush pra me na kallëzoj për ne, mos u mërzit. On shumë e shkurtër koha, që ke për të njoftu vetë se çfarë ka atje. E shkurtën është. Një herë është e shkurtën se ata që janë të caktuar, wa aleikum selam, ata që janë të caktuar marrohen. Sa do të jenë ata? Edhe I 1000 vite kanë jetuar vëllezër. Edhe janë marruar dhe I 1000 vitet. Pra, jo ma jona që paka shumë, ja pa thonë dërke qinqi. Edhe marrohen. Edhe për këtë është e shkurtër. E dyta ka një shkurtim tjetër. Se nuk e dim se sa minuta jetë ka se cili prej nesh mas kësaj xhumaje.
Pra, takimi me banesën e varrit mund të jetë shumë afër. Edhe atje ka për të njoftu robi. Por tamam si fëmijët e vegjël, ne i këshillojmë njerëzit, thonë, shiko, mos prit me e marrë vesh se kur shkojsh atje se çfarë ka atje, po të kuptojsh tu që jenë të ndonjë se çfarë ka atje. Keni vure ju, kur një person për shembull ju tregon rrugën, sa e lehtë është, në gjatë thot, mos ma kënej, dil kënej, shko këtu ka këtë problem, e në tjepë si ta themon atë hartën, e ti tërgot gjitha, edhe ti je komplet i letësu. Edhe kjo çështje, ti ke kohë mu pregadit, mu bo gati. Vallaj, çdo minutë jetë, çdo sekond jetë, është kaq i shtrenjtë për ne, sa ata të varrit, natë ditë lutën, o Zot, në nxjerr 5 minuta, falmi në ne pak si ata, pak, jo shumë. Po, ju që doni me dalë aty në dynjë, thotë Allah, doni tokë në ti? Jo. A doni shtëpi? A doni gru? A doni fëmijë? Doni pasuri? Asnjë gjë s'do.